Në fund të ditës ka një të vërtet shumë të thjeshtë. Njerëzit nuk korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuara mbi bazën e institucioneve që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë këdo. Unë kam sjell dikur një shembull dhe po e risjell këtu, kur diskutohej vendosja e rripit sigurimit në Shqipëri. Vendosja e rripit sigurimit në trafik ishte diçka jashtëzakonisht e vështirë për t'u perceptuar nga shqiptarët. Dhe kishte një fakt që e dallonte shqiptarin këtu me shqiptarin në Gjermani. Asnjë shqiptar në Gjermani nuk e konceptonte dot që të ndiste makinën pa vënë rrypin. Por shumë pak shqiptarë e konceptonin që të vinin nga Gjermania këtu dhe të mbanin rrypin. Dhe një ditë një ambasador i Gjermanisë më thot, çudi e madhe, thot, ju shqiptarët as këtë gjë, thot, nuk e mësoni shpejt. I thash gjo, ty do të vi keq, po unë kam parë punonjës të ambasadës gjermane pa rryp sigurie në Shqipëri. Edhe kjo është e vërtet. Sepse nuk është njeriu, nuk është kombësia e tij, nuk është historia prej nga një popull vjen, që përcakton sjelljen e individit në raport me ligjin. Është sistemi. Gjermanët në Shqipëri e bile i gëzoheshin mosvënies së rrypit sigurisë. Shqiptarët në Gjermani as nuk e imagjinonin që mos vinin rryp sigurie. Dhe ky është hendeku që ne duhet mbushim me reformën në drejtësi dhe me ndërtimin e institucioneve në tërësi. Krijimi i një sistemi që e bën pastaj të pamundur arbitraritetin, i cili edhe sot që flasim është i kudondodhur në sistemin ton shtetëror, përfshirë edhe sistemin e drejtësisë, dhe e bën të pamundur krijimin e niveleve të ndryshme në raport me kërkesën e ligjit. Ne jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që të mos lejojmë që të ketë kthim mbrapa.